Shpërndarja e bonusit të pranverës për pensionistët po shkon drejt përfundimit sipas një vendimi të qeverisë shqiptare. Shpërndarja e bonusit të pranverës për pensionistët po shkon drejt përfundimit sipas vendimit të qeverisë shqiptare. Sipas këtij vendimi, pensionistët që marrin deri në 200.000 lekë të vjetra në muaj përfituan një bonus prej 100.000 lekësh të vjetra, ndërsa ata me pension mbi 200.000 lekë të vjetra morën një shtesë prej 50.000 lekësh të vjetra. Në rrethin e Gramshit, zyra postare e qytetit është pranë përfundimit të shpërndarjes së këtij bonusi. Çdo ditë, në sportelet e saj bonusi të rriqet jo vetëm nga pensionistët që jetojnë në qytet, por edhe nga ata që banojnë në fshatrat e rrethit. Pensionistët shprehen të kënaqur me këtë ndihmë financiare pasi ajo ka ndihmuar në mbulimin e disa shpenzimeve familjare. Megjithatë, ata theksojnë se pensionet duhet të jenë më të larta për të përballuar kostot e jetesës. Mundëm në 100.000. O mirë, normal, më janë ndihma e qik. Se me pensionin 120.000 lekë nuk dalin. Po si s'na erdhën e pahabukt pak të. Buk, asin që tjetër. Pensioni duhet ngritur faktikisht, se me 120.000 lekë pension nuk u rëndat. Të kënaqet, mas vendit të bëjko vendin. Po mirë me aqë sa është u boj, knaqë, unë mora 100 për vetë. Mirë. Sipas parashikimeve të zyrës postare, shpërndarja e bonusit të pranverës do të përfundojë rreth 5 ditë para fundit të muajit mars. Ndërkohë vazhdon edhe shpërndarja në shtëpi për pensionistët që janë të sëmurë dhe nuk kanë mundësi të paraqiten personalisht në sportelet e postës.